Por edhe herë tjetër po them, këto janë copza, jo në votim. filmimesh, Votim është edhe para votimi. Copza, filmimesh. Edhe mbrëmja para votimit ku shkohet për kishte mbrëmja para votimit? Po ja, pra pazar votash po bëjnë. Mo të lutem shumë dhe herë tjetër. Këto janë copza, filmimesh lart e poshtë që un kam gjithë drejtën të them që më jepni të shikoj. Po në njërën është vllai i kandidatit Partisë Socialiste që bën pazar për Çfarë pazari bën? Pazar bën. Çfarë pazari bën? Çfarë pazari? E nis tjetër, ta nxjerr tani Jakut. Çfarë thot vllai? Çfarë thot? Shko thot, flasim, jepni votën se pastaj do i gjejmë vend pune. Po çka ka? Është duhet normale kjo. Çka ka këtu? Kjo është i bisedë. Të marrësh votën me vend pune, është normale në gjithë Shqipërinë që a do më gjeni një vend pune, a do më rregullonin punë, as do më rregullonin punë. Sa vota ke? Jo ty të rregullojmë. Do akuzojmë. Sa vota ke vin vota në blok. Do akuzojmë ne tash, do themi tash që me këto u çfarë ndodhi. Dhe ju mendoni që gjithë Shqipërinë do votojë kështu në 2017? Si kështu është, si kështu. Në këtë mënyrë. Ore si ka mundësi që si mundet që gjëja që mu më bëni përshtypje të madhe është çka kurajo ka kjo parti dhe çka kurajo keni ju që fyeni mira njerëz të cilët shkuan dhe votuan. Si mund thuhet që karteli drogës organizoi këto votime, ndërkohë që atje janë mira njerëz. Po pse nuk është fyerje për ata njerëz shkosh tu blesh votën, zoti Rama? Edhe herë po të them, nëse ka fenomene caktuara dhe të shëmtuara. Po thuajeni këta ma, se kjo është nëse ka të tilla, më fal, nëse ka të tilla, ato nuk janë për të bërë show në për televizor dhe për të ndotur gjithçka që ka të bëjë me atë proces, siç bëhen show për të ndotur gjithçka që ka të bëjë me çdo proces i dyshëm, siç bëhet dhe show i plerave për t'i ndotur shqiptarëve mendjen dhe për t'i helmuar shpirtin që këtu do vi kanceri edhe do vinë metastazat nga ligji i ri që bën qeveria, apo nga kanabisi, apo nga gjitha. Këto janë gjëra shumë të ulta. Sepse janë gjëra shumë të ulta. Sepse për çdo temë duhet krijuar kushtet që njerëzit kuptojnë se ç'a bëhet. Dhe prandaj unë përsëris nuk mund bëhet media në kazanin e interesave dhe të fashethemeve. A ishte media në Korçë që ta kapi 10.000 lekë votën? Qërkon të hapi edhe amnistuat në parlament atë botë. A ishte? Po shumë e turshëm. Po sigur nuk ishte. Sepse ajo ishte çështje që u investigua nga prokuroria. Dhe doli në fund ajo që u tha, nuk ishte blerje vote, ishte pagesa e autobusit për studentët për të ardhur për të votuar në Korçë. Çfarë ka këtu? Ku është blerja votës këtu? Studentët e Freshit do vinin nga Korça nga Tirana në Korçë dhe i merrnin lekët në Korçë. Ju paguaj bileta më zotri, udhtimi. Çfarë ka këtu? Nuk kishte ndodhur asgjë. Po e investigoi pra prokuroria dhe e mbylli sepse vërtetoi që ishte pagesa e udhtimit. Si? Çfarë ka këtu? Po më falë më këta të Partisë Demokratike, si mendon ti më Felsi? Ato mitingjet që bëjnë dhe që sjellin ato buzat nga gjithë Shqipëria. Gazetari i prokurorisë më thotë që ka amnistuar në parlament. Më falë, le më gazetari i prokurorisë. Po mirë,